Marcelo Gjallari, jam nga qyteti Korçë, jetoj me babin në këtë gjendje që shikoni. Pa shtëpi, pa kanalli, kam 10 vjet pa drita, babin e kam të sëmur me sklerozë dhe tuberkulozë. Vetë jam i sëmur me sëmundje toke, kjo është gjendja ku banoj. Kam 10 vjet pa drita, pa ujë. Shikoni në gjendje ku jetoj. Ju lutem më ndihmoni. Edhe fondacionin Alilaj, i bëj thirrje fondacionin Alila të më ndihmoj me sa të ketë mundësi të paktën me një dhomë. Paktën me një dhomë dhe një banjë, që të jetoj si njerëzit e tjerë. Shikoj, është gati në terren, ka rënë. Babin e kam në spital me trombozë. Shikoni gjendjen ku jetoj. Jam nga qyteti i Korçës. Ja, kjo është gjendja ime. Pa drita, pikon, ju lutem vini dorën në zemër, më ndihmoni. Falenderoj dhe fondacionin Alilaj. Kjo është gjendja ime. Gati në terren është drasat, shikohet si janë nga rënë. Do na zerë këtu, do një ditë në kokët. Do na birë që atë janë kokët, shikohet. Shikojni si është. Ju lutem më ndihmoni, kush ka mundësi të më ndihmoj. Fondacioni Alilat ju bëj thirrje të më ndihmoni. I falenderoj shumë nga zemra. Ju lutem më ndihmoni, të jetojmë si njerëzit e tjerë, shikohet. Kjo është gjendja ime. Shikohet. Ju lutem më ndihmoni, fondacionit Alilaj, e falenderoj shumë, Zoti ju bekoftë.